dhe nga këta disa i rahën, të tjerët i vranë, duke pasur pra edhe një birë pra edhe një birin duke pasur pra edhe një bir e tij të dashur, më së fundi ua dërgoi edhe atë duke thënë për djalin tim do të kenë respekt. Për djalin tim do të kenë respekt. Por ata vreshtarët i thanë njëri tjetrit: "Ky është trashëgimtari, e jani ta vrasim, dhe trashëgimia do të na jetë do të jetë e jona, dhe kapën e vranë dhe e hodhën jashtë vreshtit." U ngjilli nga Marku. Me këtë ngjarje ose shëmbullim, Krishti po bën një parashikim për veten e vet, se zjarri do ta kapin, do ta vrasin jashtë nga Jerusalemi, në vendin që quhet Kafka.
por Krishti vendosi, do më thënë rivendosi aleancën midis Perëndis dhe njeriut, që ishte prishur për shkak të mëkatit të njeriut. Ai këtë aleancë nuk e vendosi me gjërat mishit, por me jetën e tij, me gjakun e tij. Kur ngrit në kryq, qielli u bashkua me tokën dhe toka me qiellin. Krishti ishte avokati që pajtoi Perëndin Atë dhe njeriun. Lexoj shkrimin Tani Tanasi. I mësuar dhe i përgatitur nga Zoti, duke ja mësuar gërmat ose shkronjat e alfabetit shqip pa vajtur në shkollë. Asnjëherë. Po e përsëris. Pa vajtur asnjëherë në shkollë, për shkak të kusheve që ishin atëherë. Dituria ime zbriti nga qielli për shkak të aleancës që bëri Krishti midis njeriut dhe Atit krijues. Amen.